Nisam kriv, naravno. Gospodin Todosijević se danas brani od ćutenja. Në prokurin themelore të Mitrovicës ka përfunduar intervistimi i Igor Simiqit, ish drejtori i drejtorisë së Fondit të Sigurimit Invalidor dhe Pensional, një institucion paralel i legal serb në veri të Kosovës. Po ashtu sot është intervistuar edhe ish ministri i administrimit të pushtetit lokal, Ivan Todosijević, si dhe antari tjetër i listës serbe, Vasilije Tomashević. Ata janë ftuar në cilësinë të pandehurve për falsifikim dokumentesh në ish strukturat paralele në veri. Simiq, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga lista serbe, është deklaruar i pafajshëm, ndërsa dy të tjerët, siç mëson Kallzopikom, janë mbrojtur në heshtje. Kao što sam i rekao pre nekoliko dana kada sam dobio poziv, odazvao sam se na poziv tužilaštva da dam izjavu u svojstvu okrivljenog, kako oni tvrde, za navodno izvršenje krivičnog dela falsifikovanje dokumenata. Dakle, u prevodu odnosi se na to što sam na čelu penzionog fonda, dao sam izjavu u tužilaštvu, apsolutno uveren u to da sve što sam radio sa ove pozicije sam radio u skladu sa zakonom i u interesu svih građana koji ovde žive. Nisam kriv, naravno. Gospodin Todosijević se danas brani od ćutenjem, iskoristio svoje zakonsko pravo. Pre 2 godine je dao opširnu izjavu u vezi ovog slučaja policiji i nije bilo potrebe da išta više sem toga danas kaže. To je njegovo zakonsko pravo. Ndërkohë, për ditët në VM janë ftuar për intervistim kryesuesi i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Ivan Zaporozhac e Zoran Todić, të dyshuar për të njëjtën vepër penale. Simiq dhe Todosijević ishin intervistuar në polici para 2 vitesh, më 5 shtator 2024. Intervistimet u zhvilluan pasi ata dyshoheshin për falsifikim të dokumenteve në ish institucionet paralele serbe në veri, të cilat autoritetet e Kosovës i mbyllën më 30 gosht 2024. Më 12 korrekt 2023, Gjykata Supreme kishte liruar nga akuzat ish-ministrin e administrimit të pushtetit lokal, Ivan Todosijević, i dënuar me 2 vite burgim, për një deklaratë të vitit 2018 me cilën e quan të trillim masakrën e Reçakut të 15 janarit 1999, ku forcat serbe vranë dhe masakruan 45 civil shqiptar.